Gjithçka rrotullohet rreth asaj. Që është zgjedhja e Më vjen çudi si pas ka thënë Armelës, që Armela ishte shumë më distante. Sepse ndoshta ka vënë re që ajo s'ka qef ty, që ditën e parë. Por gjithsesi ai ditën e parë ka ndikuar tek Armela për nominimin tim. Sepse Armela e kishte me ty, si kishte me mua. Dhe vazhdon ta kishte me ty. S'ka ndikuar mirë aty. Kupton? Është e vërtetë që ka ndikuar. Nuk ka ndikuar mirë. Ma ka thënë ajo vetë. Dhe ai e di vetë dhe ma ka thënë dhe ai, ma ka pranuar se çai ka thënë. Ma ka thënë troç. Dhe thoshte të ballafaqohemi, kemi ballafaquar me Armelën. Kupton? Lërë çfarë mund të thotë Armela dhe ai ndoshta ma ka keq interpretuar, ma ka thënë vetë. Gjithsesi ideja ashtu, se po flisja për vajzën fjalë. Ajo doli nga binarët në sensin që eskaloi në ofendime, sepse ajo vazhdimisht ofendon dhe ofendon në një mënyrë që mua s'm pëlqen. Qoftë edhe me malin me tjerë, edhe mua gjithashtu. Ka një gjuhë vetëm që ndonjëherë është shumë ofenduese. Shumë ofenduese, nuk është e sertë, është ofenduese më shpejt. Ti ishe larg që ndrova kravatin unë, që pastaj u hallakate që the pse ndrova kravatin. Dhe në momentin që dikush eskalon me ato ofendime, unë mund ta kisha shfrytzuar situatën ta kthej sipas dëshirës time dhe kisha dorë, siç e kam dorë këtë zonjushën që po fshin tash. Kupton? Sepse në rrotullohen nga të duash, është komplet seksist ajo që ka thënë. Kupton? Kompletamente seksiste. Dhe ne e dim shumë mirë se çfarë është. Problemi është